kështu po të citoj, partneri im mund të bëj çfarë të doj me trupin e tij. A mund të na zbërthesh këtë si filozofi, si e mendon? Dhe Zana vërtet mendon që nëse partneri do ta shfrytëzonte këtë liri, do ndiheshe po kaq rehat? Si që thua. Do ta shfrytëzon këtë liri, nuk... Ke thënë që nuk konsiderohet tradhti nëse ai e shfrytëzon të drejtën e tij të bëjë çfarë të dojë me trupin e vet. Jo, njerëzit mund të bëjnë çfarë të duan me trupin e tyre, përfshi këtu edhe gratë, sepse kur kam folë atëherë ka pas reagimi për burra, mire ke pas, jo ka dalë se kom pas për burra, kom pas edhe për gra. Absolutisht të gjithë njerëzit kanë të drejtjen të lirë. Se burrave nuk është se nuk ju konvenon kjo çfarë ke thënë, po pyetja tani është, a mund ta bëjnë të njëjtën edhe gratë? Prandaj këto do dalim. Sepse burrat shqiptar tashmë janë në lidhje të hapura. Krejt janë në lidhje të hapura, në shumicë burrat shqiptar në lidhje të hapura. Tash çka më të gratë në lidhje të hapura. Po, bëjmë tani pas tani shoqëri transparente. Unë flas gjithmonë për barazi. Nëse ka andaj le të ketë edhe kënej. Flora, njerëzit duhet të vendosin për trupin e tyre, për lirinë e tyre, për jetën e tyre, ata mund të bëjnë çka duan. Unë jam pro kësaj. Nuk mund të jem pro lirive dhe drejtat të njeriut dhe të them ky person nuk guxon ta bëj këtë. Gjithkush le të jetojë ashtu siç do vet. Nëse qoftë partneri im apo kush do tjetër që është ai person apo se një grua, një burr, një vajzë apo kush do të jetë tjetër, vendos që të ketë lidhje të hapura, le të ketë lidhje të hapura. Është zgjedhja e tij personale. Okej. Dhe duhet ta bëj atë. Nëse ti e ndjen, nëse ti don. Kush jemi ne që ta lejojmë tjetrin të bëjë ose të mos bëjë diçka. Ne duhet ta shfrytëzojmë lirinë tonë. Përderisa Zoti neve na ka qit lirë në këtë tokë, unë që nuk shtrohem njerëzve, asnjëherë. Dhe jo vetëm unë, pas